Me të rënë muzgu, ne me njerë vazhduam të hapim istikamin në drejtim të përrojt dhe gjithashtu të thellojmë edhe zgjerojmë vendin ku të ndërtonim bunkerin. Për të mbuluar bunkerin duheshin dru. Sabiti e sodhi një qerre plot me dru, të cilit i kishte marrë nga shtëpia vet, që kishin qenë të destinuara për material ndërtimor. Gjithashtu me vete kishte sjell edhe disa mbulesa dhe batanie për nevojat e luftëtarëve, pasi që nata ishte e ftohtë dhe kishim nevojë për gjëra të këtilla. Disa shkuan në fshat për gjetur edhe gomat të vjetra, për t'i vendosur bindrunj si amortizues të predhave, që eventualisht do të binin, të mos aktivizohen dhe me këtë të mos depërtojnë deri te drunjët. Bunkerin e mbuluam me dheun që e kishim gërryer dhe mbi të vendosum deg të pemëve për ta kamufluar. Granati që po binin në fshat, po na shqetësonin shumë, sepse i kishin familjet tona në përpodrumet e papërshtatshme për një gjë të tillë. Nuk ishin aq të fortë dhe ishin të papërforcuar me material ndihmës, që sadopak do t'i rezistonin shpërthimeve të fuqishme. Edhe pse ne nuk ishim më larg se 2 kilometra nga shtëpitë tona, nuk ishim asnjë kontakt. Por nga ajo që shinim se si po skuqe qielli nga pluhuri i qekullave dhe zjarri që po derdhën mbi to, si të jenë duke rënë meteor, na bënin të mendonim se mund të ketë shumë civil të vrarë dhe të plagosur. Ishim tepër të angazhuar me punën e istikamave dhe bunkereve, saqë ishte e pamundur të vizitonim familjet tona. Nuk ishim gënë asgjë që nga dita e mëparshme, por edhe ashtu nuk ishim as pak korreks. Dhe tërqenën tonë ishim futur një botë tjetër nga ajo e përditshme. Kishim hyrë në një botë që kishte rregullat e veta, ose do të luftonim që të mbjetonim dhe të arrinim qëllimin për të cilin gjithçka kishte filluar, ose do të përjetonim dështim dhe poshtërim edhe më të madh se sa ai që kishte ndodhur me dekada. Në rast dështimi do të bëheshim nga vatrës tërgjishore dhe çdo ëndër dhe plan që kishim për adhmërin do të zhdukej. Nga ana tjetër, edhe familjet tona kishin qenë tepër të brengosura për jetët tona, pasi e dinin se jemi në vijën e parë të frontit dhe gjithë ato granatime të artillerisë dhe helikopterëve do të na kishin vrarë. Çdo moment e rëndonte edhe më shumë gjendjen. Frika se mund të jenë vrarë luftëtarët kishte bërë që të rritet pasiguria te popullata e strehuar. Ne nuk e dinim se çfarë ishte duke ndodhur në fshat, po ashtu edhe familjet tona nuk kishin asnjë informacion për gjendjen tonë. Kjo natë ishte një natë e rëndë për të gjithë, sepse mungonte edhe përvoja e luftës. Ishte krijuar përshtypja te njerëzit se gjithë ky granatim do të shkatronte gjithçka. Por kjo natë nuk do të ketë asgjë në krahasim me netët e tjera që do të pasojnë. Gjatë tërë natës, bombardimet nuk pushuan. Rrezikonin lëvizjet tona në barqjen e materialit dhe gjithashtu ne vështirësonin punën për hapjen e bunkerit dhe istikamit. Vërtet, kjo ishte një natë e gjatë dhe e rrezikshme. Një natë që paralajmëron një fazë që askush më nuk mund të ndjejë veten të sigurt. Po ashtu, edhe popullata civile përjetonte një tmerr në strehimorët ku ishte vendosur. Ato ishin në të shumtën e rasteve, disa podrume të rëndomta, që ishin ndërtuar për nevoja anëvisërie, por asesi përmbrojtjen nga bombardimet. Edhe ashtu siç ishin, do të kishte pasur mundësi sadopak të përforcoheshin me materiale ndihmëse, siç janë trarët dhe thasët me zhavor. Por një gjë e tillë do i bërë disa ditë më parë. Si pasojë e kësaj, granatet që binin pa ndërprerje kishin tmerruar të strehuarit, sidomos fëmijët, sepse ishte ende dita e parë e luftës dhe popullata po ballafaqohej me një tmerr që ishte i paparë deri në ato momente. Luajtjet artillerike nuk kishin ndonjë cakt të selektuar, por thjesht binin kudo. Pavarësisht se forcat shtetërore ishin të paralajmëruara nga organizatat ndërkombëtare se fshati është përplot civil. Përkundrazi, kjo i kishte shtuar edhe më shumë apetitet e tyre mizore për të shkaktuar sa më shumë terror te popullata civile dhe eventualisht të ketë sa më shumë viktima. Edhe mediat ndërkombëtare, si Radio Zëri i Amerikës dhe Radio Deutsche Welle, bënin lidhje të drejtë për drejta me celular me përfaqësuesit e mbrojtjes civile dhe mjekun e fshatit Fatmir Hasani. Për gjendjen aktuale të civileve, njoftonin opinionin e brendshëm dhe atë të jashtëm, por që absolutisht nuk kishte kurrë efekti. Bombardimet vazhdonin me intensitet edhe më të madh.